Avokati Tom Gashi ka thënë se ka mundësi që Partia Demokratike e Kosovës ta votojë kandidatin e VV-s për kryeministër Glauko Njufcën në seancën e kuvendit që pritet të thirret brenda ditësh. Ai ka shtuar se tërheqja e Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të PDK-s ka qenë lëvizje e mirë për vetë atë, pasi sipas tij partia mund të vendosë tani ndryshe nga qëndrimi që ka pasur deri më tash për votimin për kryeministër të një kandidati të VV-s. Gashi ka thënë më tej se PDK-ja do të fitonte poena politike me votimin për Konjufcën, duke nxjerrë vendin nga kriza institucionale që e ka kapluar prej muajsh. Ka bërë protestë të mirë Krasniqi edhe për veten që është tërheq për shkak të asaj që pritet të ndodhë. Besoj se deri në fund të kësaj jave apo fillimi i javës së ardhshme që të kemi një seancë të parlamentit ku do të dalë Konjufca si i nominuar nga VV-ja për kryeministër, mund të ketë befasi sepse kjo nuk është e rastësishme. Mendoj që do ndodhin marrëveshje brenda vetë partisë se a do ta votoj PDK Konjufcën si kryeministër. Nëse e bëjnë këtë, PDK-ja do të fitonte poena politik, sepse do të dilte një parti që do të thoshte se është në interes të shtetit, u shpreh avokati i njohur. Avokati Tom Gashi ka folur edhe për bllokadën e krijuar prej muajsh dhe gjuhën e përdorur nga politika, duke u referuar shprehjes së kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili u tha pjesëtarëve të opozitës së atëhershme Ajvan dhe ka thënë se ky nuk është shkaku pse po refuzohen ofertat për bashkëpunim. Gashi në emisionin Konfront në KTV deklaroi se një akademik i LDK-s e ka sharë me nën Albin Kurtin, por ky e votoi si nën kryetar të kuvendit të Kosovës. Ju e dini, një person, një akademik i LDK-s ja ka sharë nënën në Parlamentin e Republikës së Kosovës Albin Kurtit, e harroi mikrofonin hapur. Albin Kurti më pas e votoi për nën kryetar të Parlamentit të Kosovës. Nuk janë inate, pse dikush dikujt i thot diçka, sepse te ne shqiptarët ka njerëz që vrahen, e shkojnë në burg 20 vjet, por Albini si tolerant e votoi atë si nën kryetar të Parlamentit të Republikës së Kosovës, deklaroi Gashi. Ndërkohë, aktivistja politike Anita Shabani Cacaj ka vlerësuar se lëvizja vetëvendosje po synon që të futet në zgjedhjet e ardhshme si viktim, në mënyrë që të mos ketë nevojë për bashkëpunim me partitë opozitare. Shabani Cacaj tha se plani i Kurtit ndryshoi rrugës sepse opozita e refuzoi koalicionin me të, ndërsa rritjet e shtesave e ndarjen e 100 eurove i quajti fushat të pastër. Albin Kurti ka tentuar të shkojë në zgjedhje dhe po ashtu ka tentuar që ta formojë edhe qeverinë dhe gjatë rrugës ka bërë një plan tjetër, të cilin e thotë edhe sot se nuk mund të garantojë se mund të bëjë koalicione e ta formojë qeverinë, nëse ai nuk i fiton 50% të votave të qytetarëve. Kurti ka ndryshuar rrugës qëndrimin sepse nuk i shkoi opozita në koalicion. Rritjet e shtesave, ndarja e 100 eurove, fushat kanë qenë. Dëshiron të hyjë në zgjedhje si viktim dhe të mos ketë nevojë për opozitën, deklaroi analistja.